Do ndahem nga burri, familjas pranoi divorcin e vajzës, si e morë me forcë makinë dhe e dhunuan tek shtëpia e një ngjarje e rëndë në Kolcyr, ku një 30 vjeçar është dhunuar nga vllai dhe xhaxha i saj. Raportohet se sheri familjar ka nisur për një çështje divorci. Mësohet se 30 vjeçaria ka kërkuar të divorcohet nga bashkëshorti, gjë që nuk është pranuar nga familjarët e saj. Sipas policisë, familja e vajzës, pasi ka debatuar ashpër me të, e ka marrë me forcë makinë dhe më pas e kanë çuar në shtëpinë e xhaxhait të saj. Dyshohet se vllai dhe xhaxhai e kanë dhunuar. Njoftimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetas TA 34 vjeç, SA 53 vjeç dhe M 51 vjeç. Të tre banues në Tiranë, si dhe për shtetasin LL 43 vjeç, banues në Kolcyr, pasi dyshohet se si pasoi një konflikti në familje shtetasit AA, SA dhe M kanë marrë me forcë në automjet të motrën e 34 vjeçarit, njëkohësisht mbese 53 vjeçarit. Mëtej dyshohet se 30 vjeçaria është dhunuar nga vllai dhe xhaxha i saj në banesën e këtij të fundit. Gjithashtu dyshohet se 43 vjeçari ka patur dieni për rastin dhe nuk ka kallëzuar në polici.